Çdo minutë që kalon është një poshtrim për ju. Është një shpërfillje të mërshme që parlamenti u bën ju. Sepse bën parzmoren e atyre që kanë vjedhur ju gjerë në palës. Bën parzmoren e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, që kanë depozituar miliardat, ndërkohë që njerëzit tuaj ndrojnë jetë në spitale pa ilaçe, ndërkohë që vetëm nga një smundje, nga Covidi, për shkak të vjedhjes së Edi Ramës dhe lubis tjetër të mbi 500 milion eurove në tendra, vdiqen në Shqipëri 18.000 qytetarë nga 2.800 që fshehte Edi Rama. Ndërkohë që spitalet me smundje më të rënda janë pa ilaçe, pa mjekim, që përbën krime kundër njerëzimit. Tani, çfarë ishte kjo që i bie? Koha po më pengut, ju kisha marru me kohën. Dhe ju që u tërbuat për një fjalë, e cila ishte nga më të përzgjedhurat në gjuhën shqipe. Po sigur të thoja dollapt, çfarë do thonit ju? Prap do protestonit? Mos u bëni histerik. S'kan asnjë, nuk kanë asnjë. Ta përfundoj fjalën. Po mbroni Hajdut. Edi Rama është i denuar nga shqiptar. 10 shkurtje e dëshmoj. 20-a do t'jetë fundi juaj. Fundi juaj. 20 shkurti është dita kur shqiptarët përmbysin tiranit. Ndaj dhe ftoj qytetar shqiptar. Ftoj. T'ja u hedhin në larg këto imunitete hajdutëve dhe bashkë me ta dhe hajdutët. Çfarë keq që shtrihesh ashtu ti atje apo jo? Dhe ty do t'ik mandati, po se ka vure që del nga një studio në studio tjetër për të bojt lubiti. Me leke bën ti atë. Ti paguesh. Ti e avokati paguri Belinda Ballukut. Si ky tjetër me radhë. Jo, ju do të prishni parlamentin për ramen, po parlamenti nuk prishet kur. Parlamenti është i qytetarëve, është i sovranit. Parlamenti do e mbrojë qytetarët. Dhe ti zotëri që rrim tu mrapa, e kupton apo jo? Edhe që e rregullon vetën si ti që ngjasish Edi Ramës, a e di që e bën një figurë me urryra e parlamentit? I e bërë. Ta themun ty jam thonë, sepse e shohin që ju po mbroni hajdutët. Faleminderit zoti Berisha, koha mbaroi. Ka marrë 2 herë kohën. Pra nga 2 minuta, 4 minuta. Si o Niko? Ta përfundoj fjalën. Okej. Zonja Evis Kushi. I nderuar kryetar, të nderuar koleg, e kërkova fjalën sepse bazuar në nenin numër 6 të deputetit, kërkoj nga të gjithë deputetët e opozitës, jo vetëm gratë dhe vajza deputete, po nga të gjithë deputetët, që të distancohen nga gjuha fyese dhe seksiste e përdorur nga deputeti Sali Berisha. Është e papranueshme, është e patolerueshme. Po ju a lexoj nenin 6, gjuha jo parlamentare dhe diskriminuese.
përdorimi në kuvend i gjuhës së pahishme, fyese ose kërcënuese, ofendimet dhe sulmet fizike personale janë rreptësisht të ndaluara. Prandaj është në nderin tuaj, po edhe në nderin e këtij kuvendi, që të distancojeni me njëherë nga kjo gjuhë fyese. Ne nuk mund ta mbajmë këtë turp, prandaj ju takon të gjithëve të distancojeni. Faleminderit. Faleminderit për replik zoti Bido, më pas zoti Berisha. Ka kërkuar fjalën zoti Ardit Bido për replik. Më pas ju. Po pas zotit Bido se e përmendët ju më parë. Fillimisht zoti Ardit Bido. Është mirë në fakt që ju kam shumë afër për t'ju thënë që sa më shumë s'ka nevojë të më mbrojnë. Ja, shiko si po të mbrojnë. Shiko si po të mbrojnë. Po të mbrojnë. Po edhe këtu. Zoti Berisha, lironi mikrofonat. Ju lutem, lironi mikrofonin dhe merrni fjalën për replik pas zotit Bido. Gjojnë shqiptarët. Është e vërtetë që unë jam i paguhem nga qytetarët shqiptarë për t'i përfaqësuar. Tani drejt për drejt ju pyes. Sy më sy ju pyes. Kush ju ka paguar që naftën t'ja jepni Serbisë me që sot flasin për Kosovën? Kush ju ka paguar që fëmijët shqiptarë, minorenët shqiptarë, t'i përdorni mish për top, duke i quar në protesta për të hedhur molotov, për të dhënë të lloj shembulli mbi qytetarët shqiptarë, për të dhënë të lloj shembulli ndaj rinisë shqiptare. Sy më sy dhe përballë, përgjigjuni sot se kush ju ka paguar që të bëni zezat mbi Shqipërinë. Unë jam Ardit Bido, i zgjedhur nga qytetarët shqiptarë. Ju jeni lënë në opozitë dhe do të mbeteni jo në opozitë, po do të zhdukeni me votën e shqiptarëve, sepse të zezat që i keni bërë këtij vendi nuk i shlyeni dot jo në këtë jetë, po as në jetën tjetër. Replik zoti Berisha më pas. Mos dini se edhe ju shohin familjarë tuaj, miq tuaj që mbroni hajdut. S'keni nevojë të mbroni këta. Lerni, e pat do më thënë se çfarë janë në gjendje të bëjnë. Qytetarë dhe qytetare, vetëm ju jeni zgjidhja, vetëm ju jeni shpresë e shqiptarëve. Këta janë në panik të tmerrshëm. Përsëritën dje 22 shkurtin e 91-shit. Dëgjoni miq. Me 22 shkurt në 91-shit, sigurimi i shtetit qelloi dhe ekzekutoi tek dera e shkollës bashkur një oficer policie, një të ri. Dhe thanë se oficerin e policisë e qelloi një person me fjatë të bardhë dhe ishte konkretisht Azem Hajdari. Mirë po, Azem Hajdari atë ditë ishte në Devol dhe të gjithë postbloqet e policisë e vërtetonin që ka qenë në Devol. Të ndjerin Lulzim Syllulari e vrau vetë qeveria për të akuzuar opozitën. Dje çfarë bën këta? Ku është ta? Ja, ty si Rama do të tani, se ti di aty tani, më thonë. Çfarë bën këta? Akuzuan Belin Ballu, akuzuan Belin Kliçin se organizoi kryengritjen. Jo se atë se akuzoni dot ju se ajo ka në dorë ju, e dizi ju bën ju apo jo. Ajo bën pet ju, po ju kur ngrihet tani, kur ngrihet ajo dhe më thot në nxjerr rregulloren për një fjalë që unë përdora edhe Ta përfundoj fjalën. Shqipe, unë mund thoja dhe dolapt, po fundi nuk thash dolap, po thash një fjalë tjetër që të kuptohet nga qytetarët. Atëherë dhe për këtë ngrihi ju të sulmoni, edhe për këtë
pra, dje ju akuzonit Belin Kliqin në një kohë kur ai po drekonte në Michigan me një përfaqësues të shquar të diasporës shqiptare. A e kuptoni çfarë paniku të merri keni ju? A e kuptoni ku keni rënë jumor? A e dini që një kohë të fundit të ekzistencës suaj, sepse meritoni të zhdukje. Meritoni zhdukje dhe qytetarë shqiptar, këtë parlament do ta mbyllin 1 minutë më parë. Fjalën e ka zonja Sara Milan, pas zoti Ervin Hoxha. Zonja Topalli, kishit kërkuar? Pas tyre dy. Juve e morët zonja Zhupa dhe Kryetar, me qënë se këto fjalët janë normë dhe rregulloria nuk po respektohet, madje ky kryetari non grata i Partisë Demokratike sapo tha që është një gjuhë popullore për njerëzit e na kuptojnë. E me qënë se na përmendi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturja vetë. kontrolloni fjalorin. Po pra, Zoti Hoxha. Zoti Ervin Hoxha e ka fjalën. I nderuar kryetar i parlamentit. Në fakt, si ish oficer i policisë shtetit në kohën kur kryetari i opozitës ka qenë kryeministër, dua të them diçka në lidhje me protestat që janë zhvilluar në ditët e fundit. Në fakt kemi 40 punonjës policie të plagosur për vetëm faktin e 2 protestave të fundit. Më lejoni të flas dhe do të sqaroj dhe ti do mbete shumë i kënaqur nga sqarimi im. Tani, opozita ka 2 ditë që thot Renea, forcat speciale, erdhën, na rahën, na goditën, po pse mo jeta e një punonjësi policie që nga më me pak vlerë se jeta e deputetit? E treta, në kohën kur kryeministri ose sot kryetari i opozitës ishte kryeministër, policinë e shtetit e drejtonin volejbolist. Volejbolist. Instruktor volejbolli. E kam shumë të sinqert këtë që po të them, e kam përjetuar. Tani, çfarë ka opozita me policinë e shtetit se unë se kuptoj? Është komplet brenda sferës kushtetuese. Tani, unë i jap një këshill që policia e shtetit është në detyrë dhe ne të gjithë duhet kemi mirënjohje për të gjithë sokolat që janë atje dhe për të gjithë ata punonjës policie që mbajnë mbi kokë me shumë krenari kapelen e policisë shtetit. Sot dua të theksoj dhe diçka.